kërkojnë shumë tani në internet informacione pa fund ku mendojnë që ato simptoma ju përkasin atyre, pra është një keq, edhe është dhe një keq informacion ku mendojnë të diagnostikojnë veten. Shumica e rasteve që kam pasur në klinikën time nuk është se kanë pas në një gjendje ankthi për t'u trajtuar, pra thjesht kanë ardhur vetë të diagnostikuar që kemi këtë, janë gjëra që kalimtare, që kalojnë të moshës. Kemi edhe raste, kam trajtuar edhe raste që janë me atak paniku, për shembull që janë njerëzit që kanë fobi, kanë kaluar një depresion, kanë qenë vetë izoluar, janë raste të ndryshme. Pse e kanë të nevojshme që gjithmonë kur ka një pasiguri, po them në vete, ose mendojnë se kanë ankth, direkt futen në Google, ose tani ta them më saktë futen në ChatGPT para punës, sqarojnë të gjithë problemin atyre dhe diagnostikojnë vetë. Dhe vjen tek psikologja, unë kam ankth, thjesht më thuaj tani si të dal nga kjo. Sepse këtu fillon mungesa prindërimit. Pra, nëse unë më përpara kisha një simptom, mund kisha një temperaturë ose një njoll në trup, gjithmonë ju drejtoja nënës për të ma shpjeguar, pra pse më ka dalë, ose dhe nëna ma tregonte ashtu siç ishte, ndërsa tashi tani prindrit kanë edhe mungesë informacioni, sepse ka dalë shumë gjëra të reja.